Më 14 nëntor 2025, mbrojtja e tha që dorëzoi me email një përmbledhje të këtij dëshmitari që është pranuar sipas rregullës 154 për trupin gjykues, palët dhe pjesëmarrësit. Nuk morëm asnjë kundërshtim për këtë përmbledhje, kështu që ju lutem të më lejoni ta lexoj përmbledhjen. Gjykatës mikrofoni është i fikur. Mishetic, faleminderit. Generali Clark është një general i dekoruar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara që ka shërbyer si komandant i forcave aleate në Evropë, sipas organizatës Atlantikut Verior nga 97-a deri në vitin 2000. Generali Clark do t'jap dëshmi për përpjekjet e NATO-s për të zbatuar marrëveshjen Holbrooke-Milošević nga tetori 98-s dhe për rezolutën e Kombeve të Bashkuara 119, do të flasi për fushatën ajrore kundër forcave jugoslave pas refuzimit të Miloševićit për të nënshkruar marrëveshjen e Rambujës, dislokimin e forcave në Kosovë në përputhje me marrëveshjen teknike ushtarake dhe rezolutën e OKB-s 1244 dhe për procesin e demilitarizimit dhe transformimit të UÇK-s. Generali Clark deklaron se askush në komandën e zinxhirin hierarkik të NATO-s nuk mendoi se do të vazhdonte konflikti armatosur pas qershorit 1999. Pashtu do të përshkruaj se ka qenë dieni për valën e dhunës në verën 99-s pas kthimit të refugjatëve kosovar në vendin e tyre dhe atribuon dhunën faktorëve të ndryshëm, përfshirë urrëtitjen, hakmarrjen, gjakmarrjen edhe bandat kriminale. Generali Clark nuk besonte se udhëheqja e UÇK-s ka qenë e angazhuar në këto akte dhune kundër serbëve apo pakicave, dhe as zoti tha që konkretisht nuk ka pasur motiv për të përfshirë në sjellje të tilla, në veprimtari të tilla. Së fundi, generali Clark do të përshkruaj komunikimet e ndryshme që ka pasur me UÇK-n, delegacionin shqiptar të Kosovës në Rambuje dhe konkretisht me zotin Thaçi. Ai deklaron se nuk e konsideruar UÇK-n si një organizator strukturuar mirë me funksionin nga lart poshtë, apo të kishte strukturë komande dhe kontrolli. Ai po ashtu ka parë se mungonte kontrolli në fakt, dhe zoti tha që nuk kishte kontroll ndaj UÇK-s dhe sa i ka qenë thjesht një figurë politike pa përvojë ushtarake. Edhe që kishte influencë të kufizuar ndaj ushtarëve të UÇK-s. Bazuar në përgjegjësinë e përgjithshme të generalit Clark dhe konstatimet e tij të drejtë për drejta, ai beson se është e padrejtë të atribuohet gabimet të tjerëve zotit Thaçi. Me kaq mbyll përmbledhjen. Gjykatësi, faleminderit. Pyetje. Generali Clark, duhet bëjmë një pushim të shkurtër për përkthyesit. I'm going to start by saying that Dhe keni parasysh që të dy flasim anglisht, edhe gabimisht flasim shumë shpejt në pyetje përgjigje pa pauzë. Kështu që unë duhet t'i kujtoj dhe vetes që të bëj një pauzë mes pyetjeve përgjigjeve, do ju lutesha edhe ju që përpara se të përgjigjeni të prisni një çast në mënyrë që të ketë mundësi të realizohet përkthimi dhe që stenografi të zbardhë të gjithë dëshminë tuaj siç duhet. Ju faleminderit. Do të fillojmë disa pyetje për të shkuarën tuaj. Se kush jeni ju? Së pari, sikurse keni thënë deklaratën tuaj, ju keni përfunduar studimet në West Point në 1966, keni qenë një nga nxënësit më të shkëlqyer të klasës tuaj, dhe më pas ju bët një shkollar në Oxford, apo jo? Përgjigje po. Më pas shkuat në ushtrinë për 34 vjet në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, ku keni qenë general me 4 yje, dhe më pas keni qenë komandanti suprem i forcave aleate në Evropë, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë ashtu kreu i komandës të Shteteve të Bashkuara në Evropë, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, keni qenë komandanti për Evropën nga 1997 deri në vitin 2000, apo jo? Përgjigje po. Në deklaratën tuaj thoni se para kësaj keni qenë negociatori kryesor për marrëveshjen e paqes në Dayton në 1995, në cilësinë e drejtorit si për planifikim strategjik dhe politik në Pentagon.
E mund na tregoni çfarë detyrash ka drejtori i planifikimit strategjik dhe politikave? Përgjigje. Kam qenë përgjegjës për politikat ushtarake të SBA-s dhe strategji në gjithë botën. Pra, gjatë kohës time, kemi pasur probleme me Saddam Husseinin, gjatë punës time në Irak, kemi pasur krizën e drogës, kemi pasur luftën që vazhdonte në Bosnjë, kemi pasur krizën me Koren, ku gati filloi një luftë në Kore dhe kështu me radhë. Po ashtu do duhet të rishkruanim strategjinë ushtarake të Amerikës. Pas luftës së ftohtë ne nuk kishim një strategji ushtarake, kështu që nga 1994 ne filluam të shkruanim një strategji të re dhe më pas u rishikua kjo pas vitit 2000. Faleminderit. Në deklaratën tuaj, paragrafin 5 thoni që gjatë negociatave të Daytonit në 1985 ju përmendët se kishit dieni se presidenti George Bush kishte dhënë një paralajmërim të ashtu quajtur paralajmërimi i Krishtlindjes. Na sqaroni çfarë është? Përgjigje. Fillimisht, kur filluam negociatat, unë nuk kam qenë në dieni të këtij paralajmërimi dhe diplomatët e dinin në fakt këtë gjë. Po publiku në përgjithësi dhe ne që punonim në ushtri, që kishim që të dislokuar në vende të tjera në dhjetor të 92-shit, nuk kishim dieni për shkak të dhunës që ishte shënjestruar ndaj popullatës shqiptare nga policia serbe dhe nga MUP në veçanti brenda Kosovës. Presidenti Bush, pra George H. Bush, ju drejtua Miloševićit dhe i tha që do ta ndalonte menjëherë dhunën ose përndryshe SBA-ja do të kundërpërgjigjej. Ishte një referencë që përdorej nga forcat ushtarake për të ndaluar represionin, dhunën ndaj shqiptarëve të Kosovës, që ishin në fakt shumica e popullsisë në Kosovë. Pyetje, ju pashtu thatë që ju e kontaktuat Miloševićin në Dayton dhe trajtuat çështjen e trajtimit të tij të shqiptarëve të Kosovës dhe ai tha se nuk donte të fliste për këtë aspekt, apo jo? Përgjigje. Unë dhe Richard Holbrooke e kontaktuam dhe ai tha nuk do të flas për këtë. Është shteti im, problemi im. Refuzoi të fliste për këtë temë. Nuk përpoqëm shumë se një herë në fakt. Ne e dinim që ishte e rrezikshme kjo gjë. E dinim që atje kishte vështirësi, po ai nuk donte të fliste për këtë gjë. Mishatiç në rregull.